Mirë se erdhët të dashur gaforë në Letra të Rrefejnë dhe leximin e radhës do i bëj unë Diana. Pyetja ime ishte a ardhmja dhe si të arrim aty, çfarë të bëjmë, këshillat që mund të marrim nga letrat, apo në gjën që duam të arrim. E ardhmja fillon me 9 të lejtive për ju të dashur gaforë. Kjo letër tregon se në fakt Gafore ka arritur në një pikë ku e shikon një lloj reflektimi, ta them, ke dhënë kohë, energji, ndihmë, por tani kjo lodhje e juaja ndihet kogja, dhe në mendje dhe në trup. E ardhmja thotë, apo kjo letër nuk mund të vazhdosh duke mbajtur gjithçka mbi vete apo të bësh gjithë këto që po bën. Pastaj pas kësaj vjen 5 të gjetheve, shfaqet sikur konflikte të vogla, keq kuptime, fjalë që të lëndojnë. E keni vënë re për gjithë ata që kanë dhënë shumë, kanë bërë shumë për një person 2-10, ku di unë, dhe në momentin që ndalon, pastaj bëhet sikur konflikti janë mësuar të marrin. Nuk do të thotë të marrësh para, nuk do të thotë të marrësh nder, por të jesh aty për çdo gjë të gjendesh, nuk është vetëm ajo të marrësh. Dhe koha jote është investim i energjisë suaj. Dhe kjo mund të shkaktoj paksa konflikte të vogla, keqkuptime, fjalë që lëndojnë, jo domosdoshmërisht grindje të mëdha, por tension që të merr energji prapë. Dhe kjo e ardhme apo kjo letër të paralajmëron, mos lufto për çdo gjë. Zgjidhi pak betejat. Nuk ja vlen të luftosh për çdo gjë. E ke të qartë, dashur gafor, ti, unë dhe të gjithë. Nuk ja vlen të luftojmë për çdo gjë, absolutisht. Pastaj filloj me 5, vazhdojmë që lidhëm 5 gjethe, më falni, që lidhet me 5 të zemrave. Kjo është ajo dhimbja emocionale që vjen pas këtyre konflikteve. Mund të jetë gënjim nga dikush ose nga ndonjë situata, por kjo letër nuk flet për humbje përfundimtare. Po, zhgënjemi nga njerëzit që kemi dhënë, që kemi bërë, zhgënjemi nga situata që gjithat investime kam bërë, mund të jetë vetëm me veten e juaj dhe nuk kam arritur suksesin që kam dashur. Dhe si thash, kjo vjen nga e zhgënim që dikush apo nga ndonjë situatë. Nuk është, dhe kjo duhet ju na bëj ta kuptojmë që jo çdo humbje është humbje përfundimtare. Flet për nevojën për të pranuar ndjenjën, jo për ta fshehur, për ta kuptuar se kë pati mik, kë pati armik në atë kuptim, apo dhe veten tënde, mënyrën se si e sjell, mënyrën se ke vepruar, mënyrën se ke vepruar, ku ke investuar, pra, të gjitha këto të kemi. Dhe pastaj e bukura e gjithë kësaj të dashur gafor, vazhdojmë në fakt nga ky pikë shfaqet letra 0. Kjo është kthesa. Zhgënjehesh nga dikush, apo zhgënjehesh nga vetja jote që pse ke bërë, dhe sikur dëshiron të ndryshosh diçka. Një fillim i ri, absolutisht 0, një kapitull i ri, letra 0. Ndoshta edhe pak i papritur, por rrethanat e kanë bërë që të ndodhin gjërat shpejt, ta them ashtu. Diçka që vjen pa plan, pa llogari, e ardhmja, apo kjo letër të thotë mos ke frikë të provosh diçka ndryshe. Edhe nëse nuk e ke të sigurt apo nuk di ku po shkon. Filloj këtë kapitull se do të bëhet akoma më mirë nga që kam letrën që të shpje rruga deri tek njëshi, asi i zemrave. Këtu lind diçka e re në zemër, që nuk do të thotë patjetër dashuri, mund të jetë shpresë, ndjenjë e pastër, hapje emocionale. Pas gjithë lodhjes të dashur gafor dhe dhimbjes, kjo letër tregon se zemra nuk është mbyllur, përkundrazi është gati për diçka të shëndetshme, jo toksike, apo jo iluzionare, jo fake, shoqëri, dashuri, çfarë do të jetë, apo të investimi juaj, jo në aty ku keni humbur, pa aty ku do të fitoni. Dhe të dashur gaforë, pas kësaj vjen mbërtresha e lejthisë. Kjo sjell stabilitetin, stabilitet se jo ma hi, kujdes për veten dhe të them një tokë të fortë në këmbët e juaja. E ardhmja e gaforës përfundon më fortë, më e sigurt dhe më e pjekur.
Jo me sakrifica pa kufi, si që keni bërë, por kujdes i mençur për veten e juaj. I gjithë leximi apo këshilla juaj që mund t'ju jap të dashur gafor, mos merr shumë gjëra përsipër. Jo gjëra që nuk të takojnë. Jo të bësh gjitha të mira dhe pastaj, e di ti. Mos u përfshi në çdo konflikt, nuk ja vlen. Jo çdo luftë, pra siç e thash që parë, nuk ja vlen të luftohet. Pranon ndjenjat, mos i shtyp. Zhgënjemi, gëzohemi, lumturohemi, pikëllohemi e kështu me radhë. Ti pranojmë, ato janë një pjesë e jetës. Dhe vazhdo t'i japësh vetes një shans të ri, që mos thuaj që kjo me kaq mbaroi. Kujdesu për veten, po art sa po bën për të tjerët. Kur fillon të kujdesesh për veten, të dashur gafor, jeta bëhet ajo që duhet jetë, pra, dhe më e butë, dhe më e shëndetshme, dhe më me vlerë.